Sot do të flasim për një ide të fuqishme, një filozofi për të përballuar rrezikun, por do të shohim edhe anën tjetër të medaljes, argumentet bindse kundër saj. Pyetja qendrore është kjo: a është kjo vërtet një formulë për suksesin apo thjesht një histori e bukur që fituesit ja tregojnë vetes? Le ta zbulojmë së bashku. Dhe ja ku e kemi paradoksin në zemër të gjithë këtij diskutimi. Ideja se ndërsa përpiqemi të shmangim rrezikun, në fakt mund të bijmë pre e rreziqeve edhe më të mëdha, shpesh të padukshme. Le të zhytemi më thellë për të parë se çfarë do të thotë kjo në praktikë. Okej, atëherë le të hyjmë aktit të parë. Do të fillojmë duke eksploruar idenë joshse të Nate Silver për të lundruar në pasiguri, një koncept që ai e quan lumi. Pra, çfarë drejgjin është ky lumi? Mos mendoni për një vend fizik. Është më shumë si një nën-kulturë, një mënyrë të menduari. Është një grup njerëzish që përdorin analizën jo për t'u fshehur rrezikut, por për ta llogaritur dhe për ta kthyer atë në favorin e tyre. Imagjinori lojtar profesionist pokeri, investitor guzimtar, sipërmarrës, ata janë banorët e lymit. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Shohim një përplasje mes dy botkuptimeve. Nga njëra anë kemi mentalitetin e fshatit, ku gjithçka sillet rreth sigurisë dhe dështimi është një njollë që duhet shmangur me çdo kusht. Nga ana tjetër, mentaliteti i lumit nuk i friksohet probabilitetit, përkundrazi e përqafon atë dhe shet dështimin thjesht si një dhënë e vlefshme, një mundësi për të mësuar. Këto dy mënyra të menduarit çojnë në zakone krejtësisht të ndryshme. Filozofia e lumit nuk është thjesht një ide në ajër, ajo zbërthehet në 4 zakone konkrete, një lloj sistemi praktik për të vepruar në një botë të mbushur me pasiguri. Le t'i marrim me radhë. Të ndalemi pak tek i pari, kundërshtim i ndërgjegjshëm. Kjo nuk do të thotë të jesh rebel pa arsye, përkundrazi është disiplinë e pastër. Pika e nisjes është se shumica e njerëzve ose tregu zakonisht kanë të drejtë. Vendimi për të shkuar kundër rrymës merret vetëm kur ke prova të shumta, të forta dhe të pavarura që të gjitha tregojnë një drejtim tjetër. Pastaj vjen zakoni i dytë, dhe ky ka të bëjë tërësisht me shpejtësinë. Në fusha si teknologjia apo financat, mundësitë hapen e mbyllen sa hapen mbyllësitë. Nëse pret derisa të kesh informacion 100% të përsosur, me shumë gjasa e ke humbur tashmë mundësinë. Kështu, një vlerësim i shpejtë, edhe pse jo i përsosur, kthehet në një avantazh strategjik të jashtëzakonshëm. Dhe kjo na çon natyrshëm tek zakoni i tretë, kuantifikimi. Ky citat nga Silver e kap në mënyrë perfekte. Ndonjëherë, duhet ta detyrosh intuitën tënde të flasë me gjuhën e numrave, sepse kjo sjell qartësi. Në poker, dallimi i vogël midis një shansi 34% dhe 32% mund të jetë ndryshimi mes fitores dhe humbjes. Ky rigorozitet e mpresh mendimin. Dhe më në fund arrim tek zakoni i katërt, ndoshta më i famshëm. Filozofia raise or fold, ose rrit bastin ose tërhiqu. Ideja këtu është të eliminosh rrugën e mesme, atë që në poker quhet call. Ose je plotësisht i bindur dhe dyfishon bastin, raise, ose tërhiqesh plotësisht për të ruajtur burimet e tua, fold. Të qëndrosh në mes është gabimi më i madh. Është si të pranosh rrezikun pa pasur asnjë mundësi për të kontrolluar rezultatin. Mirë, deri tani gjithçka duket fantastike apo jo, një formulë për sukses, por pritni pak. Tani është kova për aktin e dytë, ku bëjmë një kthes 180 gradëshe dhe zbulojmë anën e errët të kësaj filozofie. Dhe pyetja që shtrohet është thellëse: a është kjo vërtet një metodë e provuar për të fituar, apo mos është thjesht një justifikim i bukur që fituesit krijojnë pasi fati u ka buzëqeshur? Ky citat e godet pikën tamam në kokë, na fut menjëherë tek ideja e paragjykimit të mbijetesës. Është si të shikosh qiellin e natës, ne shohim vetëm yjet që ende shkëlqejnë, por harrojmë yjet e panumër që janë shuar prej kogësh. Ne shohim fituesit, por jo humbësit. Dhe ky është thelbi kundër argumentit. Kuadri i lumit fokusohet vetëm tek ata që ja dolën, por për çdo sipërmarrës të suksesshëm ka me dhjetra të tjerë që ndoqën të njëjtat rregulla, vunë baste agresive dhe dështuan. Historitë e tyre janë të padukshme, por ato ekzistojnë. Fati dhe rrethanat luajnë një rol gjigant që kjo filozofi shpesh e anashkalon. Kjo na sjell tek një problem tjetër. A është pokeri metafora e duhur për jetën? Le t'i shohim ndryshimet. Në jetë, vendimet nuk zgjasin disa minuta si një dorë pokeri. Ato shtrihen në dekada. Në rrezik nuk janë vetëm parat, por edhe karriera, marrëdhëniet, besimi. Dhe më e rëndësishmja, në jetë nuk ka buton rinisjeje. Pasojat e një vendimi të keq grumullohen dhe të ndjekin pas. Por ka edhe një rrezik tjetër, vetbesimi rrem që vjen nga numrat.
Kur dikush thot, jam 60% i sigurt se kjo do të funksionojë, çfarë do thot vërtet? Shpesh është thjesht një ndjenje veshur me një kostum shkencor. Kjo mund të na mashtrojë, duke na bërë të mendojmë si jemi më rigoros dhe të saktë se që jemi në të vërtetë. Okej. Pra, kemi parë dy kampe të kundërta. Filozofia e lumit si një udhërfyes i guximshëm dhe kritika s'është thjesht një mit i rrezikshëm. Po tani, a ka një rrugë të mesme? Le të hyjmë në aktin e tretë për të ndërtuar një kuptim më të thellë të rrezikut. Por të gjetur një përgjigje, na duhet një mjet i ri, të kuptojmë dallimin mes rrezikut aktiv dhe atij pasiv. Rreziku aktiv është i qartë, i dukshëm, të hapësh një biznes, të bësh një investim. I kemi frikë sepse i shohim. Por rreziku pasiv, ai është dinak. Ai është kostoja e fshehur e mosveprimit, stagnacioni, të mos mësosh aftësi të reja. Ky është shpesh rreziku më i madh nga të gjithë. Pra, ku na lë kjo? E po, përfundimi është se filozofia e lumit nuk është një recetë magjike universale. Ajo është më shumë një përshkrim i një mënyre të menduari në mjedise shumë specifike, me rrezik të lartë. Funksionon më së miri për ata që e kanë luksin apo privilegjin për të dështuar, ku një humbje nuk është fundi botës. Aftësia e vërtet, pra, nuk është të ndjekësh verbërisht të rregullat, por të dish se kur duhet t'i zbatos ato dhe kur jo. Gjithçka ka të bëjë me balancimin e rrezikeve të dukshme me ato të padukshme. Dhe kështu mbyllemi me një pyetje për të reflektuar. Një pyetje që secili prej nesh mund t'ia bëjë vetes. Duke lënë mënjan për një moment rreziqet e dukshme që na trembin, cili është ai rrezik pasiv? Ai rrezik i fshehtë që ndoshta po grumbullohet dal nga dal, pikërisht sepse po përpiqemi të qëndrojmë të sigurt